E kishim harruar, por na e kujtoi presidenti Bajram Begaj sot në mëngjes. 21 janar qen ka dhe ditëlindja e shtetit shqiptar, krijuar pas Kongresit Lushnjës dhe krijimit të qeverisë në atë kohë. 21 janar kështu është dhe ditëlindja zyrtare e Tiranës si kryeqytet. Por 21 janar për 15 vjetësh është dhe dita zyrtare e krimit shtetëror mbi qytetarët. Me kujtesën që na bëri sot mëngjes presidenti Begaj, mungonte apo harroi 21 janari vitit 2011. Ashtu si atëherë, edhe sot qytetarët shqiptar u ndjen të pambrojtur nga presidenti i Republikës. Ai sot quhet Bajram Begaj. 15 vite më parë quhej Bamir Topi, po dhe ai atëherë nuk pati guximin të quante vrasje, por jeti ketoi si ngjarje bulevard. Po sot, ashtu si 15 vite më parë, ish kryeministri shqiptarëve Sali Berisha e quajti vrasjet si të lishme, pa ju dritur zemra, por dhe pa patur frikë nga ligjet e drejtësia. Ndërkohë kryeministri aktual, ashtu si lideri i opozitës 15 vite më parë, pra Edi Rama, tha se ishte sërish poshtë i pafuqishëm për të vënë drejtësi për krimin shtetëror, mbi të cilin ai eci në rrugën e tij drejt pushtetit, pushtet ku qëndron edhe sot, prej 13 vjetësh. Por njerëzit nuk kanë harruar. Sot në bulevard gati 1000 vet, pa u thënë askush, erdhën e nderuan shpirtin e paqetë të 4 vrarëve. Në Ershti ata vënë trëndafila dhe protestuan për herë të parë, pa zë, por me simbolin e fortë të qytetarisë ndaj mosvënies së drejtësisë për krimin më të madh shtetëror të 35 viteve të fundit. Ishte kjo padyshim protesta e parë e cila nuk kishte në shënjesë Sali Berishën. Shqiptarët ja kanë bërë gjyqin Sali Berishës edhe si kryeministër, edhe si lider opozite, duke lënë gjithnjë më të vetmuar në ecejaket e tij me trupin e krusur si kulla e Pizës nga shtëpia e tij dhe deri në bulevard. Ta njerëz sot u mblodhën për t'i dhënë mesazh drejtësisë së re se mosndërshkimi i 21 janarit është dita simbolike e humbjes së besimit që ata i dhanë kësaj reforme që prej vitit 2013. Ishte sot fillimi i një lëvizje popullore e cila nuk kërkon hakmarrje, por nuk lejon më askënd të tallet me qytetarinë, vetëm sepse qytetaria nuk vërtet nuk shan dhe nuk kërcënon. Ama qytetaria të ndërshkon me hershtje dhe me harres, dhe harresa për drejtësinë e re, tashmë zyrtarisht nga sot ka filluar. Është paradoksale se si në ditën kur Sali Berisha së paku i duhej bërë gjyqi, në derën e SPAK hyn përpara Mark Nikës padia kundër gjykatëses së vetme e cila pati guximin të qëndrojë Berishës përballë. Është e turpshme e gjithë periudha nga viti 2020 kur lindi SPAK dhe deri më sot, kur Mark Nika u detyrua të fshihte një dëshmi që përvon zinxhirin e komandës së vrasjeve 21 janar, pasi si shta i vet, humbi besimin edhe tek SPAK. SPAK i cili për 6 vjet refuzoi të hetonte 21 janarin, së bashku me prokurorinë e përgjithshme anemike, dhe kjo e drejtuar nga një ish prokuror i 21 janarit, Olsian Çela, i cili me qerallafi është akuzuar dhe ai si fuqist nga Sali Berisha. Një tjetër ish prokuror i 21 janarit, Altin Dumani, mburret se futi në burg gjithë qeverinë socialiste, ndërkohë që si kristian i devotshëm që është, harroi se edhe në 10 rekomandimet e Biblës, mos vrit, vjen para atij mos vin. Në këto kushte, kur gjitha këto institucione shtetërore që paguan me taksat tona nuk arrin dot të krijojnë shtetin dhe ku e vetmja gjë shtetërore mbetet krimin e 21 janar, a ka më vend për të folur për drejtësinë? Për këtë do flasim sonte, siklet.